Organizator për konferenca dhe ngjarje. Suksesi i një eventi varet nga shumë faktorë, por cilësia e organizimit vjen e para. Nëse ke aftësi koordinimi, sy për detaj dhe punon mirë në tursinë e kohës, profesioni i organizatorit të konferencave dhe ngjarjeve mund të jetë për ty. Sigurisht, duhet shumë mund për të realizuar bukur një koncert, summit, panair, manifestim apo ceremoni çmimesh. Duhet një dorë që i organizon të ftuarit, pjesëmarrësit, folësit dhe furnitorët që të arrijë qëllimin veprimtarisë, qoftë ky promovimi një nisme, produkti apo përkujtimi një ngjarje të caktuar. Në bashkëpunim me klientët që kanë porositur këtë organizim, puna nis me analizën e eventit dhe të audiencës, gjetjen e vendit ku do të mbahet, vazhdo me lidhjen me furnitorët për arredimin, anën audiovizive dhe logjistikën, e më pas vjen ndjekja e tyre që nga kontrata, specifikimet e shërbimeve të kërkuara dhe livrimi i shërbimeve. Një tjetër linjë pune është përmbajtja e veprimtarisë. Në varësi të nevojave të klientëve, organizatori mund të merret me skenarin, programin, artistët, folësit, moderatorët, panelistët, botimet nëse ka e të tjerë, dhe kuptohet koordinimin e gjithçkaje. Shumë vendime për të marrë apo sugjeruar klientëve, detyra për të kryer apo ndjekur, shërbime për të porositur dhe siguruar që po bëhen siç duhet, parashikimi të papriturave dhe plani rezerv janë puna e përditshme e një organizatori eventesh. Këto përgatitje nuk janë të plota pa promovimin e eventit dhe komunikimin me audiencën. Kjo realizohet përmes fushatës së komunikimit, përzgjedhjes së kanaleve të publicitetit, blerjes së hapësirave publicitare, përgatitjes së mesazheve, broshurave, posterave të printuar dhe elektronik, postimet në rrjetet sociale e të tjerë. Për të menaxhuar siç duhet gjithë këto veprimtari e njerëz, organizatorit të konferencave dhe ngjarjeve i duan jo vetëm aftësi koordinuese, por edhe digjitale, aftësi për të negociuar me furnitorët dhe klientët, aftësi të zhvillimit të biznesit, njohuri për shërbimet e nevojshme për një event, për marketingun dhe komunikimin, për matjen e kënaqjes së klientëve dhe të audiencës e të tjerë. Organizatori i konferencave dhe ngjarjeve mund të mësohet në një agjenci eventesh, agjenci reklamash, agjenci të marrëdhënieve me publikun apo në zyrat e shtypit dhe të protokollit të një institucioni, por përgjithsisht punon si profesionist i lirë. Formimi i këtyre profesionistëve është i larmishëm, por ka një preferencë për diploma nga shkencat e komunikimit, marketingu, sociologjia, menaxhimi i artit e të tjerë. Aktualisht, rruga e futjes në këtë fushë nuk është e përcaktuar, prandaj përvojat vetjake marrin shumë rëndësi. Shpesh karriera fillon si ndihmës, duke vazhduar pastaj si organizator eventesh me perspektivë për të drejtuar dhe departamentet që merren me këto veprimtari.